Merr një tjetër kthes pyetja e dëshmitarëve në Komisionin Hetimor për pajisjen përgjuese i Msikeçër, oficeri i policisë Entiol Xhelili, i cili kishte shkuar për të raportuar në komision me një veshje jo zyrtare, deklaroi se pajisja përgjuese është futur në kohën kur ministri i Brendshëm ka qenë Flamur Noka. Xhelili tha se pajisja është futur në Shqipëri prej vitit 2011 dhe ai është trajnuar për përdorimin e saj, por sqaroi se nuk janë kryer përgjime të palishme. Përgjime të palishme nuk ka pasur. Për 15 vjetë që unë kam oficer policie, nga ana ime nuk është shkelur as një sekond ligji. Keni marrë pjesë në trajnime me pajisje përgjimi të organizuara nga policia e shtetit apo jo? Ju. Nuk më kujtohet mirë, por mos gabojnë kohën kur ishit ju ministër. Keni marrë pjesë? Kur isha unë ministër? 2011 mos gaboj. 2011. Shumë mirë. Pas deklaratës së Xhelilit, atarët e maxhorancës kërkuan të hetohet edhe periudha kur ka qenë ministër Flamur Noka, le të zgjatet afati i punës së komisionit. Në fund të dëshmisë, Entiol Xhelili, i cili mbante veshur një bluzë të kuqe me shqipojnë 2 krenore në gjoks, ndërsa në krah të lidhur 2 shall, një me flamurin amerikan dhe një tjetër me flamurin e Bashkimit Evropian, këndoi edhe himnin kombëtar në formë betimi se ka dëshmuar të vërtetën. Më herët në komision u pyetën edhe shefat e burgut të Elbasanit dhe të Peqinit, të cilët mohuan dijenin që në ambientet e burgut të jetë futur një pajisje përgjimi. Shefi i burgut të Rogozhinës, Besnik Kaptelli, deklaroi se me urdhër të drejtorit të përgjithshëm Artur Zoto, ka pritur në zyrë në kohën që ka qenë drejtori i burgut të Peqinit, një oficer të policisë Entiol Xhelilin. Edhe shefi i policisë së burgut të Fushkrujës Gëzim Gjoni deklaroi se pas urdhrit nga drejtori i përgjithshëm është futur në ambientet e burgut 302 oficeri i policisë Xhelili, ndërsa ka shënuar në protokoll se synim ka qenë matja e cilësisë së ajrit me një pajisje, të cilën ai tha se nuk e ka parë.